Në 3 vitet e fundit shumë rrallë ka ndodhur që në selinë e Partisë Demokratike të lexohen deklarata në mbrojtje të SPAK-ut e gjykatës posaçme, por sot kryetari PD Sali Berisha lexoi para gazetarëve një sër argumentash që mbështesin kërkesën e prokurorisë posaçme dhe vendimin e gjykatës për pezullimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Berisha argumentoi se pezullimi është i ligjshëm pasi posti i zëvendës kryeministres dhe ministres nuk hyn tek kategoria e personave të zgjedhur. Funksionet ministrore janë funksione të zgjedhura me akt administrativ. Populli sovrani nuk ka votuar as për ministrin, as dhe për kryeministrin në sistemin zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Por rrjedhoi gjykata mund të disponojë për pezullimin e përkohshëm të tyre. Berisha ju kundërpërgjigj të gjithë atyre që përdorin si argument kundër masës së pezullimit parashikimin e kushtetutës se ministri ka të njëjtën mbrojtje si deputeti. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike nuk ka imunitet ndaj masës së pezullimit, pasi kushtetuta mbron deputetin vetëm nga heqja e lirisë dhe kontrolli i banesës pa autorizimin e kuvendit. Por ushtrimi i detyrë ekzekutive nuk është pjesë e funksionit normal të deputetit. Si një i zgjedhur me ligj elektoral dhe përpasoj mbrojtja nga pezullimi në detyrë nuk është përfshirë në garancitë kushtetuese. Nuk është përfshirë. Këta shkojnë edhe dhjes zgjeposur edhe bishtin e majnë përpjet. Berisha sollin vëmendje se ai vetë mbroni den se pasaporta për deputetin dhe ministrin nuk mund të hiqet pa autorizimin e kuvendit, por gjykata kushtetuese nuk i dha atij të drejtë. Në atë kohë ja u thash, do të kapni kokën me dorë. Po le ta kapin, le të shkulin kokë huna vesh, se e meritoj. Kryetari i Partisë Demokratike listoi disa raste kur ministrat janë pezulluar nga gjykata në Francë, Belgjik, Spanjë, Rumani për të mbështetur drejtësinë e vendimit të gjykatës së posaçme ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku.